Kulluri është një nga zërat më kritik gjithmonë brenda llojit, le të themi. Me shumë vite karrierë, ke punuar në institucionet shqiptare, një nga institucionet më të rëndësishme siç është Ministria e Mbrojtjes. Sot përballemi në këtë protestë me disa kërkesa konkrete nga këta organizatorë, nga këta njerëz që ka dhe shumë qytetarë, ka dhe shumë njerëz që punojnë në institucione. Kulluri, ke një parashikim se si do të vete kjo protestë dhe domethënë unë të ndjek në rrjetet sociale dhe je shumë konkret dhe deri diku secili nga na gjen veten. Si mendon që një protestë e tillë ka sens të rrjedhë një qeveri poshtë? Jo, ka sens. Është vetëm një gjë që duhet të arri, vetëm se unë shikoj ashtu si protestuesit më të gjerë problemin dhe situatën. Tu nuk është çështja për të rrezuar një qeveri ose për të ndërtuar një qeveri tranzitore. Tu problemisht rrezohet një sistem politik i ngritur nga të dy partitë të mëdha, fatkeqësisht, klientelist, antidemokratik, që ka filluar me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 dhe me kodin zgjedhor për ta mbyllur sistemin në një feudalizëm, në një mbretëri. Feudalizëm do thosha, disa feudal, disa vinë nga politika, disa vinë nga krimi, disa nga biznesi dhe e kanë mbyllur vendimarrjen në pak duar. Pra kjo është ajo që ne quajmë oligarki. Pak njerëz të cilët kanë përjashtuar shumicën e qytetarëve nga vendimarrja, nga tregu i lirë, nga institucionet, nga gara, nga meritokracia, nga e drejta pronës, që është e drejtë natyrore me cilën lind njeriu. Dhe po të shikoni atë librin që ka dalë këto ditë me 800 faqe për projektet e Zotit Rama me disa arkitekt që nuk e di nga vinë, pse vinë dhe ku t'i shërbejnë, ti kupton që këtu kemi një monark i cili ka ndarë Shqipërinë në disa feude me feudalët e tij. Fatkeqësisht, pjesë e këtij sistemi ose një pjesë të feudeve e ka dhe leadershipi i opozitës, të cilin nuk duhet ta ngatrojmë me popullin opozitar, gjë për cilin unë kam kaq vite që flas, që kjo ka qenë një krizë e leadershipit Partisë Demokratike, që e ka shitur praktikisht interesin opozitar te kjo majorancë sot ka popullin përballë si në 90-ën, 92-shin, 97-ën. Kur qeveria ra? Dhe kjo do bjerë. Padyshim, unë e njoh mirë sheshin Anduena që nga 10 dhjetori i 1990-s, kam qenë shumë i ri gjimnazist dhe po të them me bindje është e njëjta frymë, është i njëjti perceptim që kanë njerëzit se këtu duhet të rrezuar sistemi jo një parti. Fatkeqësisht, me Kushtetutën e 98-s Shqipëria ristabilizoi ato drejta dhe liri për cilat fola, të cilat janë shkallmuar nga 2008-a. Ne patëm vetëm 10 vjet demokraci, fatkeqësisht në këto 35 vite. U tradhtuan keq këto parime, u tradhtua revolucioni 90-s, u tradhtua reforma madhe e 98-s, tani ka ardhur koha për restaurim të Republikës. Restaurimi i Republikës fillon me largimin e panegociueshëm të kësaj elite politike. Me të treguarin e vendit të atyre biznesmenëve që trajtojnë bashkë me qeverinë Shqipërisë si plaç, të shkojnë, të punojnë, të konkurrojnë si gjithë të tjerët. Revolucioni Flamingo demaskoi deri diku të gjitha këto që ju përmendët. Shitjen e Shqipërisë, përfshirjen e krimit. Cilat janë vite që flasim, po, pikërisht. Përfshirjen e krimit, biznesmen të cilët janë pjesë e karteleve të tjerë. A është koha të ndërhyjë SPAK-u? SPAK-u ndërkohë ka ndërhyrë, duhet të themi një të vërtet madhe, vetëm muajin e fundit janë sekuestruar gati 400-500 milionë euro asete. Po të mbledhim gjithë vitin e fundit, me këto ritme po shkojmë gati te 1 miliard euro, se ju e dini më mirë se unë që ka dhe dosje tjera që po hetohen intensivisht, janë të vështira, sepse mos harrojmë që prokuroria shqiptare dhe gjykata shqiptare nuk kanë eksperiencë në luftën ndaj krimit dhe pastrimit parave dhe korrupsionit të lartë qeveritar, sepse sepse i kanë mbajtur të fjetura, i kanë mbajtur nën presion dhe në kontroll. Tani që janë të lirë me mbështetjen e opinionit publik dhe Komitetit Ndërkombëtar, SPAK-u ka filluar të japi efekte. Unë jam i zhgënjur për disa çështje, do ta them sot, si çështja e ZBR-s apo çështja e portit Limionit të ushtrisë, që janë çështje të gatshme për të vepruar, nuk e kuptoj vonesat në 2-3 çështje, dhe janë dhe të thjeshta. Por përgjithsisht kemi pasur një punë shumë të madhe, janë goditur disa grupe kriminale të forta, që sot na rezultojnë investitor strategjik, ortak në kulla, ortak në resorte, ortak në bregdet, falsifikator pronash, korruptues kupolës policisë, lokale dhe qendrore, nuk duhet ngatrojmë ndonjëherë policinë e shtetit me këtë kupol, siç nuk duhet ngatrojmë
votuesit e opozitës apo shumicën e socialistëve të ndershëm me këtë kupol të korruptuar qartësisht qeveritare. Ai ka ditë të numëruar Edi Rama? Unë kam përshtypjen që numërimi mbrapsht ka filluar që në 11 maj. Fitoria e Edi Ramës në 11 maj ka qenë si fitoria e Sali Berishës së 6 maj, një fitore si e Piros. Dhe ne e dimë që Piro filloi një luftë në Siçili, por humbi luftën e madhe. Okej. Dhe ka qenë gjeneral shqiptar Dhe historia përsëritet. gjithmonë. Okej, historia përsëritet thot Kulluri, kështu që do të presim dhe të shohim se si do të vijojë kjo protestë. Se çfarë do të bëjë Spaku dhe sa i gatshëm do të jetë kryeministri për t'u paraprirë dhe për t'i dalë përballë thirrjeve të tilla përdoreqe.